Mirë mbrëma. Shumë faleminderit Valbona, shumë faleminderit gjithëve. Sot do të kemi mbarimin e periudhës që jam vetëm. Shenja e ujorit. Kjo hën e plot po ndodh tek dy shenja fikse, pra shenja e demit dhe shenja e akrepit, janë shenja fikse, duke qenë se hëna do të jetë vendosur tek shenja e demit, për ta domethënë një ndikim shumë i madh tek shtëpia e tyre, tek banesa, mënyra se si ata perceptojnë jetën ose si duhet të jetojnë, pra si ta krijojnë mërqënien këtu, dhe do të riperceptojnë edhe një marrëdhënie që kanë me familjarët e tyre. Si fillim mund të kemi disa diskutime ndoshta të ashpra, që mund të shndërrohen me të themi në të ashpra, në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm ose të kontrolluar. Kjo është edhe pika ku do t'i këshilloj që ta bëjmë, pra të jemi të kontrolluar. Në qoftë se arrijmë që ta bëjmë këtë, kemi mundësi shumë të madhe që të krijojmë një mërqenie vërtet shumë të madhe ekonomike në këtë moment për shenjën e ujorit. Të gjitha investimet që ka bërë gradualisht do të kthehen. Drejtuesi i tyre ndodhet në këmbë pozitiv me ujorin që është i vendosur në këto momente tek shenja e tyre, tek shenja e ujorit. Dhe kjo do të thotë që idetë që kanë në këto momente dhe fati, pra kanë jo vetëm që kanë ide, por kanë dhe fat për të realizuar ato, marrin një ndihmë shumë të madhe edhe nga shoqëria. Për gjërat që ata nuk arrin të shikojnë, shoqëria e tyre mund t'i shikojë, prandaj do të këshilloj që të marrim këshilla prej tyre ose të diskutojmë këto lloj temash me ta në mënyrë që të mund të kuptojmë, të perceptojmë të gjithë figurën e plot pra, dhe ta përdorim atë në maksimum. Për fat të mirë, në këto momente gjithçka është në sipërfaqe për shenjën e ujorit, arrin që ta kuptojnë shumë mirë. Dhe siç e thash, në pikat që nuk arrin të shikojnë, edhe shoqëria arrin që të shikojë dhe ndihmon vërtet shumë. Kemi zërimin e dukshëm edhe të rritë tyre social, edhe për shenjën e ujorit mund të dotojnë shumë, dhe pjesa më e rëndësishme është rritja në karrierë. Është shenja që ka më tepër fat në këtë pikë. Do të lërëzoj, vërtet. Në qoftë se deri në këto momente nuk dinim se cila ishte karriera që ne duhet të zgjidhnim. Duke qenë do të kemi krijimin e stabilitetit, një balancë shumë të madhe në jetën e tyre, dhe do të krijohet pikërisht jeta, ose më themi do të fillojmë që të jetë hapat e para drejt jetës që ne dëshirojmë vërtet, apo që është qëllimi që ne kemi ardhur në tokë. Do të kemi një ndihmë shumë të madhe dhe nga universi, dhe kjo do të përkthehet në një rritje shumë të madhe në karrierë, duke qenë se kjo është pika kulminante e çdo individi. Për sa i përket çështjeve sentimentale, edhe për ta mund të kemi fillime të reja, janë në përgjithësi shumë të përshtatshme për ta, ka një botë kuptim të shumë të përafërt me ta, dhe në përgjithësi kemi fat në lidhje me këtë temë. Këto mund të vijnë më tepër nga shoqëria, edhe në qoftë se nuk vijnë nga shoqëria, do të këshilloj që të fokusohemi që të bëjmë miq, të bëjmë shok, pastaj të krijojmë lidhje. Për sa i përket shëndetit, kjo është shumë e rëndësishme në këto momente, kemi një fokusim shumë të madh tek sistemi nervor, duke qenë se kemi një dhimbje shumë të madhe kokës, siç edhe pjesa e kokës është shumë e prekur, dhe kjo krijon një trysni shumë të madhe tek sistemi nervor. Tek të gjithë, shenja e ujorit e ka më të ndjeshme se të gjitha shenjat e tjera sistemi nervor, prandaj dhe mund të preket pak më tepër. Në këtë rast do t'i këshilloja që të gjeni mënyra të ndryshme, gjithsecili ka të vetën, që të argëtohemi dhe të heqim të trysni nga trupi jonë, ndoshta të ecim në natyrë, të flasim me njerëz, siç e keni ju vetë. Faleminderit shumë edhe ju. Okej, pra, natën e mirë.